mëshira ndaj fëmijëve. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka qenë mëshirshëm edhe ndaj fëmijëve. Me I thanë dikujt që të jetë I mëshirshëm dhe të kalojë një kohë me fëmijët, thot unë jam I madh dhe nuk kam kohë të merrem me fëmijët. Ndërsa Muhamedi alayhi salam, krahas që ishte burr shteti, krahas që ishte pejgamberi I Zotit dhe në mënyrë të vazhdueshme, mundohej të përhapte mesazhin apo fjalën e Allahut xhalleshanuhu. Ai nga mëshira e tij gjente kohë për të qenë në shoqëri me fëmijë. Një herë pa një fëmijë me emrin Umer, I cili luante me zogun e tij dhe zogit e kishte vuar emrin Nugairun dhe I tha: "O Umer, si të shkon puna me zogin tënd të dashur me Nugairin?" Edhe çdo herë kur e shifte Umerin duke luajtur me zogun e tij, ja thonte të njëjtat fjalë, por një ditë e pa të shqetësuar këtë fëmijë të vogël, nga se I kishte cofur zogu dhe qëndroi me fëmijën e vogël derisa e qetësoi. I dashuri Allahu sallallahu alaihi wasallam, të nderuar besimtar, ishte I mëshirshëm dhe jo rastisht Allahu xhalleshanu thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe me të vërtet o Muhammed nuk të kemi dërguar përveç se mëshirë për mbar njerëzimin.